Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave ka prezantuar në Korçë projektin e gasjellësit Transadriatik TAP. Takimi i sotëm ka qenë në formatit konsultime publikun. Zëvendësministri i Mjedisit Auland Bino, i cili ka marrë pjesë në prezantimin e projektit, ka folur rreth ndikimeve të tij në mjedis dhe atë çka do të bëjë ministria e tij që të ulë sa më shumë ndikimet negative të këtij projekti në mjedis. Është një projekt i cili do të përpiqet të lidh Evropën në fushat e gazit në Shak Deniz apo burimet natyrore të gazit në Shak Deniz, por duke lidhur Evropën do të lidhë edhe Shqipërinë dhe do të ofrojë mundësi edhe për tregun shqiptar. Mundësi këto për zhvillimin ekonomik, industrial, mundësi ndoshta për një jetë më të mirë edhe për ngrohtjen e banesa, në varësi të zhvillimeve tona, por sigurisht edhe mundësi më tepër për mjedisin, duke ulur përdorimin e burimeve fosile që kanë një impakt të thellë në dotën e mjedisit, duke përdorur disa burime tjera që kanë më pak impakt, sigurisht është gazi natyror. Çdo projekt ka një ndikim mjedis, është detyra jonë si institucione që të përcaktojmë se cilat janë masat më të mira të mundshme që ndikimet të jenë sa më të pakta dhe mundësisht të jenë pozitive. Gasjellësi Transadriatik TAP është një projekt gasjellësi për gaz natyror. Ky projekt do të përfshijë edhe rajonin e Korçës, ai fillon në zonën kufitare të Trestanikut për të vazhduar më pas me komunën Qendër, Bilisht, Progrër, Drenov dhe për të dalë më pas në Vidhkuq.